Skandal tek Akshi, SPAK zbërthen organizat kriminale, Karçanaj në arrest shtëpie, Agasi e Beqiri ikin në drejtësia. Tirana po përballet me një tjetër kapitull të turpshëm të korrupsionit të nivelit të lartë. SPAK ka goditur një grup kriminal brenda Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Akshi, ku drejtuesja e institucionit, Arlinda Karçanaj, dhe disa biznesmen dyshohen se përcaktonin fituesit e tenderave me miliona euro, duke shkelur çdo rregull ligjor dhe standard etik. Gjykata e posaçme ka caktuar masën e arrestit në shtëpi për Karçanajin, ndërsa biznesmenët Ergjys Agasi dhe Ermal Beqiri i kanë shpëtuar prangave, duke u bërë shembull i qartë i drejtësisë selektive dhe dobësisë së institucioneve. SPAK ka zbuluar gjithashtu përfshirjen e drejtorit të policisë së Tiranës, Erion Ismaili, i cili u pezullua dhe i ndalohet dalja jashtë vendit, një tjetër simbol i degradimit të shtetit ligjor. Hetimi nxjerr në dritë një rrjet kriminal që përdorte dhunën, pengmarrjet dhe presionin për të mbyllur gojen e konkurrentëve në tendera, duke garantuar fitimin e kompanive të përzgjedhura me parime të manipuluara. Ky skandal nuk është vetëm një shkelje e ligjit, por një turp kombëtar që tregon se disa individ brenda shtetit shqiptar luajnë me miliona euro, ndërsa qytetarët e thjesht shikojnë pa asnjë mbrojtje. SPAK raporton gjithashtu se të dyshuarit janë përfshirë në pastrim parash, duke përforcuar idenë se shteti shqiptar po përdoret si pronë private e një grushti njerëzish të pakontrolluar. Kontrollet në banesa dhe ambiente tregtare nxorën dokumente dhe pajisje elektronike që faktojnë manipulimet e paligjshme. Ky rast është një alarm për gjithë shoqërinë. Nuk mund të kemi shtet ligjor nëse drejtuesit e institucioneve dhe biznesmenët e lidhur me ta luftojnë drejtësinë dhe shkelin çdo rregull për përfitim personal. Karçanaj, Agasi, Beqiri dhe Ismaili janë vetëm maja e icebergut të një sistemi që duhet pastruar rrënjësisht. Përndryshe ky vend do të vazhdojë të zhytet në korrupsion dhe pandëshkueshmëri.